Unë jam Anita Latifi dhe luaj derën. Luani edhe ju. Anita, sonte interesante ishte se kishim pozit dhe opozit. Në të to fedishi thojmë, e kimi zdrejt, e kimi knaq. Po. Publiku është ma i menqur, ma inteligent se sa që ne mendojmë. A blejmë bileta, apo i falni? Miq të kanalit Luaj Derën, jam te dera e teatrit shqiptar, por kjo nuk luhet, e provova. Nuk luhet, ama dera kryesore luhet dhe këto ditë ka hapur festivalin Skupi Festival, pra sonte ishte nata hapës të themi, nata e cila kishte në fokus një shfaqje nga Teatri Kombëtar i Kosovës, ishte shfaqja Martesa, autori i dramës absurde ishte një polak dhe regjisori po ashtu polak. Ne të në vim, pritet që të vinë shfaqje me seleksion që kanë vlerën, do me thënë, sidomos vlerën, dhe presim publikun që të vidhe të shijoj këtë shfaqje, preni biletat më herët që të shikoni shfaqet, edhe ju dëshirojmë shikim të këndshëm. Një vërejtje kishim të gjitha festivalet në të njëjtën kohë po mbahen. Kjo është vërejtje për gjitha festivalet që herave tjera duhet pak koordinim, që të kemi mundësi të ndjekim të gjitha festivalet, të gjitha shfaqet që ndodhin. Kjo është vërejtje. Vërejtje tjera do t'i ndiqni në vijim nga stafi i Skupi Festivalit dhe të pranishmit që i takuam atje. Në ndiqni. Të tyra të tjera politikanësh, pas ka një prej shtateve s'kruket, janë lodhur, edhe për ju uroj të na vini edhe pas gjeri. Dhe tash mund të uem oficialisht me festivalin. Unë isha këtu, po? Po, unë isha këtu, është reprezentore edhe këtu ka shumica, e ta shumë që qenë. Po, pas ta e në qanë mollën, po. Po në pak bukë, kur isha ullën e rri, ulla, a të parë qëka. Dhe u pa të të qëka. Intervista e parë bashkë me Anita Latifin dhe sigurisht që e fundit, kjo është e para për kanalin tim Luaj Derën, për ndryshe ishte edhe moderatore e Skupi Festival dhe jo e para. Jo e para herë, jo. Vazhdimisht kam të njëjtin siklet. Kam shpëtuar 2 vite kur kam qenë shtatzan. Për ndryshe ke parasysh Muçi, i arrin gjërat. Edhe gjithmonë duket me Muçin, a? Gjithmonë, po. Është partneri pandashëm me këtë festival. Pjesë e pandare dhe ti e Skupi Festivalit. Ne do t'i ftojmë të gjithë njerëzit. Sonte ishte nata hapse me shfaqjen e Teatrit Kombëtar të Kosovës, Martesa. Edhe sigurisht do t'i ftojmë të gjithë t'i ndjekin shfaqjet në vazhdim. Deri të shtunën. Gjithse janë 8, ne pam sonte të parën, kanë ngelu dhe 7 për të parë. Në 2 prej netëve të festivalit keni nga 2 shfaqje, do më thënë nëse vërtet keni uri për teatr, atëna do të ngopeni, besoj. Po, ju presim çdo natë në teatrin shqiptar, në kuadër të Skupi Festivalit. Anita, sonte interesante ishte se kishim pozit dhe opozit. Ashtu edhe në skenë ishim, nejse mund që Unë desha që ti pres në fakt dhe ty pyes se çfarë kishim parapar në platformat e tyre politike për teatrin, për kulturën, ama ikën, sepse bile u havita që ndonjë nderim fund. Po tash është fusha, duhet i respektojnë edhe këta të kulturës, jo vetëm ata jashtë që i kanë militantët e vetë, por ndryshe e din ku është teatri. Edhe këtu kanë militantë? Pak, 256 karike, sa pak janë. E diku është teatri në botën e tyre, edhe kultura në përgjithësi. Do të ndaj me ty dhe me ata që e luajnë derën, një takim të fundit që e patëm 1000 administrator, që ishim të ftuar në një trajnim, dhe ishte interesant se rasisht ne të Ministrisë së Kulturës dhe institucioneve të kulturës kuptohet që u takum para sallës dhe kur hynim brenda, sa po përmendim institucionin që dukej se është i kulturës, na thonë rreshtat e fundit. Kjo thot shumë, apo flet shumë për kulturën. Po fatmirësisht të kemi ty dhe ca kështu luftëtar dhe musketir të tjerë të cilët luftojnë për kulturën. Atëherë tua bëjmë me dije se ikën më herët, siç e tham, çfarë duhet të kem parasysh për teatrin konkretisht? Për teatrin,
Po jo vetëm për E para, teatrin. mos shkurtoni buxhetin. Dhe më e rëndësishmja. Jo mos shkurtoni, shtoni buxhetin. Shtoni buxhetin. Në fakt, përderisa bëhet fjalë për zgjedhje lokale, do duhej të kërkojmë nga pushteti lokal të derdh pak më shumë denar në mjete, në ngjarjet kulturore. Pa marrë parasysh a flasim për institucionet tona apo për skenën e pavarur, mos ndodh siç ka ndodhur gjithmonë të jenë ngjarje ad hoc dhe mos të kenë kontinuitet. Faleminderit shumë Anit, ndoshta kemi shpresë të takojmë ndonjë prej politikanëve, për ndryshe e janë në Skupi Festival. Mos mungoni. Po, çdo natë. Edhe komplimente për veshjen Anita, sepse gjithmonë them që i respekton shumë bukur ngjarjet kulturore me veshje. Faleminderit, unë sonte doja të jem në një ngjyrë me perden tonë të teatrit, po se kishin zbrit fare. Faleminderit, Gjemi, elegante gjithmonë je. Faleminderit. Jemi me drejtorin tjetër të festivalit Skupi Festival, Musbajdin Qamilin, aktorin e njohur nga Tetova, po që i përket gjithë shqiptarisë. Mirë se po të gjejmë, si ishte sonte sipas teje? Sot ne në Tetova Fedishi thojmë e kemi zdrejt, e kemi knaq. Po. Nata e parë, shfaqje teatrit kombëtar të Kosovës, shfaqje shumë e mirë, besoj publiku me dorë të vitet e tyne edhe vlerësuan, ka fjalë shumë të mira me disa njerëz që kanë folë. Mendoj është dita e parë, ne organizatorët pak jemi shumë të lodhur, po tash sikur na ka kaluar lodhja me që shkojnë ata e parë shumë mirë. Ditët në vijim, Pritet që të shkoj mirë po ashtu. po ato e thonë dita e mirë shihet në sabah. Atëherë nesër dhe ne të në vijim, ne do bajmë të informuar publikun se çfarë shfaqjesh do ketë, po të gjitha janë të selektuara me kriter vlere. Të gjitha ja vlen që t'i shohin. Dëgjoj, ne kemi Skupi shumë Festivali nuk merr shfaqje që nuk vlen. Po, e saktë është kjo. Ne kemi shumë bashkëpunëtor në Evropë dhe Azi, ose më saktë kemi shumë bashkëpunëtor në mendoj shumë kontinente. Kemi shumë bashkëpunëtor, kemi shumë miq, jemi në këtë lidhje në ndërkombëtare të festivaleve, në dy rrjetet më të fuqishme të festivaleve në botë. Unë e di se publikut i kemi zgjedh shfaqje të mira, shfaqje shumë kreative, disa mund të them nga shfaqjet më të mira, njëra nga këta është një shfaqje më e mirë në Europë. Vinë teatrot shumë të fuqishme, me shumë vlera dhe me shumë tradit, siç është teatri kombëtar i Sofjes, është teatri Bergamos, është teatri Nishit, është Shqipëria, Kosova, Turqia, edhe këto vende. Besoj se kemi bërë një selektim të mirë, po në fund do na tregojë publiku, njerëzit me të cilët flasim, me të cilët ndajmë mendim për festivalin, për përgatitjen e festivalit për vitin e ardhshëm, ku do të jetë 20 vjetori, do të jetë vit jubilar. Shpresoj se ta shohim këtë vit, po viti i ardhshëm do të jetë spektakular. Do me thënë, 20 vite, vitin që vjen, i mbush Skupi Festivali dhe kam premtuar një spektakël të ndodhë këtu në teatrin shqiptar. Gjithmonë këtu mbahen. Në qoftë se po. Në qoftë se do jemi gjallë dhe shëndosh, do me thënë dhe jetë diçka e papame. Do me thënë 20 vjetori në jubile, shpresoj Ministria e Kulturës ta bëjmë spektaklin. Ta qele thesin, por besoj se do arrijmë në marrëveshje, sepse do t'i ofrojmë një program fantastik. Faleminderit shumë, ju urojmë për suksese. Luaj derën fantastike. Me drejtorin artistik Osman Ahmetin, aktorin e njohur të teatrit shqiptar, do bëjmë një farë vlerësimi në fund. Kishte pak apo shumë njerëz, si është situata? Pritshmëritë. Publiku ishte në numër të kënaqshëm, mund të ishte edhe në numër më i madh, domethënë dikum ashtu po duke pas parasysh, se thashë edhe më një pa, duke pas parasysh fushatën, duke pas parasysh që ka filluar një epidemi festivalesh, që është mirë, po jetë më anë brenda një javës gjysma e festivaleve, është shumë mirë. Sigurisht që ne kemi pas shpërshmëri më të që të kemi domethënë një shpërshmëri më të madhe, po prapë është e kënaqshme, është e mirë. Ne do presim edhe netëve tjera të vinë që të shohin shfaqje të bukura. Nesër e kemi Italinë, më duket, nëse se kam gabim. Po, është shfaqja e Italisë në produksion privat nga Bergamo, është një shfaqje një tekst me Mesha Selimovićit Kështjella,
E normalisht në italisht, që punuar nga aktor italian. Është faqe interesant, do ftoj publikun që të vinë ta shohin sepse është vërtet një send i bukur. Pastaj kishim shfaqje nga Bullgaria, shfaqje nga sonte ishte Kosova. Sonte zakonisht ne ja hapni drejtën ta hapim festivalin Në gjuhën në gjuhën do hapim me Kosovën, do mbyllim me Shqipërinë, natën e fundit është Shqipëria, në mes kemi shtete të tjera nga Evropa, nga rajoni, nga ashtu. Bulgarët i kemi me teatrin kombëtar Ivan Vazov, një teatr shumë serioz. Një teatr shumë serioz me një pjesë shumë serioz antikitetit Medena e Euripidit, me një regjisor që ka një emër botror, një regjisor britanes, Donald Declan, është emër botror, edhe ne jemi shumë, domethënë, po kjo është. Veç ju presim gjeni kohën edhe të vini patjetër apo jo? Kemi pa. Osman ti tha që ko fushata ama sonte ishte diçka interesante se kishim opozit brenda. Po, ishte opozit, edhe mirë ka njerëz se me arë politikanët krejt votuesit vinë këtu. Mbushet edhe salla, apo jo? Si duket janë një pjesë e funksionarëve, një pjesë e zyrtarëve të opozitës e të pozitës janë në për terren, e di ja kuptoj hallin. Ne realisht datat e kemi pas përcaktuar para një vitit realisht për festivalin. Se keni ditë që zgjedhje do vinë. Nuk e di që do fillonim për një ditë me fushatën, duket sot ka filluar. Sot ka filluar. Zyrtarisht. Edhe festivalet në për qytete tjera, ju uroj sukses edhe aty, shpresoj që vitin e ardhshëm t'i ndajmë pak këto, të merremi vesh me këto datat se nuk është në rregull kjo kështu. Është vërtet kjo, edhe vërejtje e kemi bërë edhe një herë këtë vërejtjen që festivalet të gjitha mbahen në një periudhë caktuar. Juria kush është, ta din publiku? Juria është Zamira Kita nga aktorë nga Shqipëria, është Srebra Gjorgjevska, gazetare e kulturës Teatro Bloke, edhe është Adrian Aziri, aktori jon i teatrit të Tovës. Pa jeton në Shkup, kështu që e kemi nda për ty. Një tetovari shkupjanizuar. Po i shkupjanizuar. Për fund do shiroj të pyes për mbështetjen, ajo që është e rëndësishme në këto festivale, sepse u detyrohemi një lloj falënderimi. Mbështetjen ajo që është pothuajse përvitshëm, ne jemi gati në edicionin e 19 si vjet, jo gati po jemi të përvitshëm, të gati për çdo vjet, se kemi huqë asnjë vit. Është Ministria e Kulturës ajo që mbështet në mënyrë diku në 90%. Ne në ato lloj rangime si ka bërë ata kemi marrë një shumën pothuajse maksimumin pak, po sipas atyre rangimeve ne nuk është aty duhet jemi. Mirë po, shumat që ndahen, vërtet janë e thash, e kam thënë edhe më herët. Kjo mbështetja që na jepet financiare nga Ministria e Kulturës e kemi njëjtë mbështetje që kemi pas para 19 viteve. Dhe mund ta mendosh sa kanë qenë ajo shumë para 19 vite dhe sa është. Qarë inflacioni ka ndodhur të 19 vite. Vetëm çmimi i festivaleve. Nuk është vetëm me festivalet, është sepse kjo në përgjithësi kulturës edhe kjo nuk e di pse nuk bëhet debat. Kjo duhet bëhet debat edhe duhet vërtet teatrot, festivalet teatrore kanë të njëjtën shumë gati 20 vite, domethënë procedojnë me buxhetet ngjashme njëjta ka 20 vite. Kjo nuk është në rregull. Sepse ngelesh ti. Për shembull, kjo shfaqje e sonte, sa për informacion, regjizori i kësaj shfaqje kishte 25.000 euro honorari, se s'është mirë thuhet kështu. Po. Edhe ne me një buxhet tillë ne mund të ndrojmë, domethënë sillim, jo është edhe fat që nganjëherë sillim shfaqje me emra të regjisorëve apo sepse buxhetet festivalet kanë tjera buxhete. Ne në farë mënyrë jemi ambientu, jemi akomodu me atë buxhet, po për të bërë një repertor, për të bërë një program, pa serios, shumë serios, ne nuk futemi dot me disa teatre. Është e vërtetë. Nuk futemi dot, unë për vete nuk gëzoj ty në bisedë për ta sjellë sepse s'ke që thua. Dhe thusha, a do vish e them, nuk e di pse nuk e bëjnë, kjo duhet të hapet debat. E di 2005, 2006, 2007 janë po të njëjtat buxhetën 2025, 2026 në së djetë. Ka devalvu euro se mos flasim për denare. Domethënë në atë kohë e di ka qenë diku 5 denar, 7 denar një gjevrek, sot është 50 denar. Një kilogram tomate ka qenë 10 dinar, tash është 80 denar. Përmendim për banalizoj, mos flasim me honorarët, me transportet, me gjitha, me hotelet. Ata një thirrje politikës.
Po, politika I kombende në diku tjetër këto kohë. Pas zgjedhjeve rritni çmimet. Jo, vërtet duhet bëhet një rishikim kësaj. Unë nuk e di, unë pa e them kështu, po se s'është pjesë e ime që duhet ta them, se unë merrem me Po, është pjesë e juaj. Unë mendoj se është pjesë e juaj. Krejt së bashku të bëjmë atë që duhet bërë. Të ndryshojnë vlerësimi që I bëhet kulturës. Faleminderit. Faleminderit juve. Të Skupi Festivalit me drejtorin e teatrit shqiptar këtu në Shkup, Ismet Ramadanin. Ishte bukur sonte, plot njerëz, edhe më e bukur opozitë dhe opozitë teatër. Po, ky është teatr dhe dyert janë të hapura për të gjithë. Ne të gjithë jemi të njohur me njëri tjetrin, jemi miq, jemi shok, pa marrë parasysh bindjeve politike. Arti na bashkon. Po, arti na bashkon dhe nuk do t'ju shohim ata si barriera. Është e vërtet. Një festival në shtëpinë tuaj. Dyert e hapura gjithmonë për Skupi Festivalin? Po gjithmonë jo vetëm për Skupi Festivalin, po për gjitha ngjarjet të cilët domethënë kontribuojnë për zhvillimin kulturor, sidomos asaj skenës teatrore këtu te ne. Ne jemi të hapur dhe transparent me gjithë, sidomos tani me festivalin Skupi Fest, I cili gjatë kohë ka qëndruar dhe ka mbjetuar në kohë tempa kohë, sepse është vështirë të mbjetosh këtu në këtë rajon. Mirë po, ne do të jepim kontributin tonë dhe do të përkrajmë maksimalisht gjithmonë me shfaqjet të cilët na sjellin laramani të ndryshme dhe tekste dhe drama të ndryshme. Pra këto ditë Teatri Shkupit është një koqiri festivalit të Shkupit? Tjetër çka? Çka do kemi? Po presim këta ditë, domethënë këtë festival, në cilën presim edhe publik shumë të vijë që ta përcjell këtë. Mandej në përfundim do të ndihemi ndoshta keq, po do të fillojmë me një shfaqje të re, me një regjisor nga jashtë. Kush është? Apo s'do ta zbuloj? Ta lëm të pasi se sigurisht do të kemi takim edhe me mediumet. Jemi në bisedime, domethënë për zgjedhjen e ekipit dhe besojmë do t'ja nisim se shpejt do të kemi një premierë shumë të mirë, me një regjisor të jashtëzakonshëm. Shumë I qarë, po ti diçka më shumë sonë. Jemi me drejtorin artistik të teatrit kombëtar të Kosovës, Kushtrim Mehmetin. Sonte Shkupi u priti mirë me shfaqjen, besoj që publika ishte e tëra shumë e koncentruar në shfaqje, e priti shumë mirë, kishim dhe politikan brenda që është, nuk e di, për ne është risi sepse ishte pozita dhe opozita bashkë, sepse besoj që ke parasysh jemi në kohë fushate, besoj që edhe ekipa kanë kaluar mirë edhe ju si drejtor. Po, gjithsesi është një prej gjëra më të rëndësishme që na I kemi, domthonë është Shkupi dhe normalisht edhe ky festival që unë e shmoj shumë. Edhe vitin e kaluar, po këtë vit kemi marrë pjesë vjet me 84-shin si vjet me martesën e Gombrovicit, po besoj që paçka se është kohë fushate, po të shinkon vjet me po 84-shin I kisha mirë kuptuar edhe si vjet me ardhmë po. Po besoj që një pjesë e madhe e tyre kanë qenë edhe vjet me po në atë kohë kur nuk ka qenë fushat. Në fakt Kushtrim është, më duket se mos them me siguri, po ka qenë hera e parë që deri në fund kanë ndejtë të shohin një shfaqje. Po besoj ka vënë shfaqja. Zakonisht politikanët vinë të bëjnë një fotografi se kanë marrë pjesë në ngjarje dhe largohen. Po kësaj radhe I pa që deri në fund I kanë përcjell secilin dhe deri në fund. Kjo flet ndoshta për nivelin e shfaqjes, sepse ju ka pëlqyer shumë shfaqja sa s'kan mujt me lane, nuk po besoj që e kanë pas për shkak të ndaj diçka tjetër. Na jena mundu gjithmonë që me jerujt këtë lidhjen mes shqiptarve, sidomos mes shqiptarve të Maqedonisë o të Kosovës. E nim obligim, po nënën tjetër, Shkupi Fest, nuk është veç obligim, është knatësi me marrë pjesë. Edhe një prej senave që vazhdimisht kur I baj, si prezentime që I prezentoj para bordit të Teatrit Kombëtar të Kosovës që kena me marrë pjesë, është në disa festivale nashta tham, nashta shkojmë si shfaqje musafire, por në Skupi Fest unë mendoj që duhet me garu sepse është privilegj edhe për neve me marrë pjesë në festival kaq të mirë e kaq madhështor si Skupi Fest. Kushtrim, edhe një pyetje, me që përmendet që ne jemi të njëjtë, do e kalojmë pyetjen te Festivali Mojsiu që duhet të mbaj vitin që shkon
shkoj te ju në Kosovë, por nuk u mbajt. Do mbajt si vjet, si janë rrethanat? Fatkeqësisht vjet nuk u mbajt për disa arsye që për mua nuk jam pajtu me to në asnjë mënyrë, përveç festivalit Mojësiu që kemi obligim në një bashkëprodhim që vjet ka qenë një farë pakete me Mojësiun, por nuk është më pak i rëndësishëm se Mojësiu, e shpeshherë besoj që është më i rëndësishëm se Mojësiu, se Mojësiu zgjat 8 ditë, pa çka se është në festat e nëntorit është shumë e rëndësishme për shkak simbolikës, por ka ndodhur një bashkëpunim, një bashkëprodhim mes 3 teatra me aktorë prej Maqedonisë, Kosovës e Shqipërisë për 2 muaj tonë bashkarisht kam punu, edhe ajo shfaqje nuk bën me mbet. Nëse më thu që a bën me dështu njona, tham nuk bën as njona, por nëse vjen puna unë mendoj që këto bashkëprodhime që zgjasin 2 muaj janë shumë të rëndësishme, e s'bën në asnjë formë me mbet mrapa as Emira e Santorit, që regjisor ka qenë Kushtrim Bekteshi, e që aktor kanë qenë thujse gjithë ata aktorë shqiptarë që kanë mujtë me marrë pjesë, për 2 muaj ditë na kalu shumë mirë, na kanë pasmeto 4 ditë me bëj shfaqjen, po besoj që ato 4 ditë kanë mo atëherë ke greva, besoj që ata kanë pas drejt në kërkesa ju në grevë, por megjithatë, mendoj që është e rëndësishme se ato 4 ditë nashta janë shumëzuar me 4, ndoshta duhet 16 ditë, 24 ditë, për mu rikthy ai bashkëprodhim, por mendoj që edhe ajo është shumë e rëndësishme. Mojësiu do të vazhdoj, do të mbohet. Do të varet si vjet në Kosovë apo? Nuk mund garantoj si vjet, po Mojësiu ka me vazhdu gjithçysh. Një rol i cili do kondicion shumë të madh në skenë, paraforsisht çfarë përçove përmes këtij roli që ka një vit të holl midis ëndrrës dhe realitetit? Po, është prej aty në roleve në këtë, si më thonë, në këtë industrinë e teatrit, role të mbaja në kuptimin edhe të përmbajtjes edhe të vjes së karakterit tij, se është si qysh është Gombrovici si autor, i pa qartësum në një temë, ashtu dhe e ka dhe Henry si personazhe, cilin e ka në disa drejtime, shpeshherë fol me në ndijet e tij, shpeshherë fol në ëndrat e tij, edhe nuk dihet kur e ka një mend kur flet në çat në ndijen e tij, edhe kur flet për kujtimet, kur flet për traumat. Që më thonë, nuk mëj me shkëput Henryn prej autorit, kuptimin që duke folë për autorin, mëj me folë edhe për Henryn, se autori për mes Henryt komunikon ma shumë, edhe prek shumë tema, edhe është interesant, është atë shumë tema prek sa që njerëzit kër e shojnë Prishtinë shfaqjen, gjithmonë e kanë një secili shikus, secili edhe artist, e nxit diçka e caktume shfaqja, e frymëzon ose e ka fut në ëndrrën e Gombrovicit një element i caktuar, se disa elemente rrafshin familjar, rrafshin personal, rrafshin politik, religjioz, human, moral, domethënë ka shumë tema të cilat qëllimshëm nuk i çon asnjëon deri në fund për ta zgjidhur. Ç'kjo është ndoshta kompleksiteti i Gombrovicit, rrjedhimisht edhe i Henryt. Armen, ne pritëm që të shohim një martesë të zakonshme këtu, po kam një martesë absurde dhe martesa ishte simbolike. Po pikërisht që ajo është, që shme thonë, edhe regjizori, autori është polak, edhe regjizori është polak, edhe është një farloj, është shfaqja ndodhë dhe krijohet kur sarë dikush që mendon që do të ndodhë një senzacion, qofte Henry, qofte martesa, për fund s'ndodh as një senzacion, as një fishek zjarë, mbetët gjithçka në një zbrastir, edhe kryesisht mbetët dhe përfundon me disa pyetje kryesisht. Ashtu edhe martesa. Armend, besoj që ke luajtur në shumë shfaqje dhe po ashtu absurde. Si pret publiku shqiptar shfaqjet absurde? Unë me të thonë të drejtën, jam i befasum për të mirë, Prishtinë për shembull, kjo është shfaqja më e shikume. Dhe unë mendoj që na si artist të teatrit shpeshherë në vlerësojmë publikun. Këtë shfaqje sigurisht që një vjet e lymë Prishtinë dhe publiku i zakonshëm e përcjell dhe ndjek me kërshëri dhe me ëndje, edhe se unë mendoj që njerëzit sot
i kanë telefonat, e kanë TikTokun, i kanë televizionet shpe, po kur vinë teatr, na nuk ish dash me udhëru edhe teatr që ato që i kanë telefona. Kështu që kjo lloj shfaqje është pikrisht e kundërta e asaj që sot ofron ndoshta bota virtuale. Edhe po, që edhe sonte në Shkup që duket publik shumë e pash me çfarë fokusi edhe me çfarë vëmendje e përcjell këtë shfaqje, se nuk është lehtë as me lut këto lloj shfaqje, as me ndjek si spektator. Po unë besoj që publiku është më i mençur, më inteligjent se sa që ne mendojmë, kështu që përgjithsisht falenderues. Është vërtet kënaqësi që kemi. Mirë se erdhët në Shkup fillimisht, jemi me aktorin Ylber Bardhi, pjesë e shfaqjes Martesa. Një tekst absurd për publikun shqiptar, çka do të thotë? Një tekst absurd për publikun shqiptar. Është absurd, a? Jo, e bukur këtë sa ajo që na nuk duhet mi paragjyku publikun si publik, kështu që qoftë publik shqiptar, qoftë çfarëdo që është, publiku ka nevojë për lloj-llojshmëri të shfaqjeve. Nuk do të thonë me pas diç komedi, por duhet me pas absurd, dram, komedi të gjitha zhanret. Edhe unë e kam pa me këtë shfaqje që edhe pse është absurd, e kam pa për shembull në Kosovë i ka diku afër 15 repriza mos gaboj, është që një vjet në repertor. Edhe publiku është salla e teatrit kombëtar të Kosovës është full. Edhe ka raste që vijnë publik, mi pa ka 2-3 këtë shfaqje. Kjo është shumë e mirë. Kështu që jo shumë e mirë, kjo është fantastike. E sidomos për një shfaqje absurde. Kur ka për një shfaqje absurde, kur ka për një shfaqje absurde, paramendoj për shfaqje tjera. Kështu që unë jam shumë i lumtur. Ylber, me që jemi të biletaria, te kjo pjesa më e rëndësishme do thoja, ku publiku pret biletat për të parë punën që bëni ju në skenë, a blejnë bileta publiku në Kosovë? A blejnë bileta? A blejnë bileta, apo i falni? Jo, blejnë bileta. Edhe po shumë shpesh ndodh që blejnë bilet, kur vinë me blej bileta nuk ka, sepse është sold out, është full, edhe blejnë bileta për ose të nesër ose për javën tjetër. Kjo ka ndodhur në Prishtinë, edhe unë jam shumë i lumtur. Besoj që edhe në Shkup ndodh kjo. E di që ndodh. Ndonjëherë ndodh. Shpresoj të ndodh. Festivalin nuk e ndjekin vetëm njerëzit e teatrove, po e ndjekin edhe njerëz të profesioneve tjera. Si është ndjesia të kesh një festival si Skupi Festivalin, që besoj nuk keni për herë parë? Jo, jam për herë parë, jam për herë shumë. I ndjekni të gjithë shfaqjet? Unë po. Arben ti, se vetëm njëri flet, njëri mba mikrofonin. Shpesh, teatrin e kam pjesë tjetës, për shkak se babi im kur ishte mësues, derisa e kalonte një gjenerat, gjithë një gjenerata më fund do është të t'japë një dramë. Edhe si fëmijë e maj mend dramën Besat sa mi frashur. Për ndryshe, unë edhe në profesionin tash që e kam, edhe në punët që jam, mbasi jeta është një dramë të cilën e aktrën i njëti person, mirë po në mënyrë të ndryshme dhe në forma të ndryshme. Kështu që nga njëherë na vi që ne të kemi 7 role, 7 situata dhe ti përjetojmë 7 gjëra të mira dhe të këqija. Gjithmonë më bën roli kryesor. Patjetër.